Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Kjo javë shënon një ngjarje politike me rëndësi të veçantë në nivel global, nga 13 deri më 15 maj, me ftesë të presidentit të Republikës Popullore të Kinës, Xi Jinping, do të vizitojë Kinën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Në një kohë pasigurie globale në rritje, kjo vizitë shihet nga analistët ndërkombëtar si një mundësi e çmuar për stabilizimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve midis dy fuqive të mëdha ekonomike botërore, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, por edhe me një impakt të gjerë global. I ftuari im i sotëm në këtë analizë është ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë, një herësh kryetar i Këshillit të Atlantikut, zoti Arjan Starova. Përshëndetje, zoti Starova, faleminderit që jeni në studion e analizë për një temë me rëndësi globale, siç është takimi i dy presidentëve të fuqive të mëdha ekonomike, të presidentit kinez Xi Jinping dhe homologut të tij amerikan Donald Trump. Siç ka njoftuar dhe Ministria e Jashtme e Kinës, nga 13 deri më 15 maj, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump me ftesë të presidentit Xi Jinping viziton Kinën. Është sigurisht kjo vizitë ka pasuar edhe shumë bashkëbisedime, qoftë telefonata e muajit shkurt e të dy liderëve, por edhe vizita e mëhershme e presidentit Trump në 2017 dhe është një vizitë, besoj, në momentin e duhur nëse i referohemi dhe situatës ndërkombëtare. Sipas njoftimeve diplomatike, por edhe analizave tashmë të bëra në mediat ndërkombëtare, ky takim do të ketë një agjendë e cila do të fokusohet në situatën në lindjen e mesme, lufta në Iran, zinxhirët global të vlerës pavarësisht të luftës tarifore, çështja e Tajvanit, inovacioni, inteligjenca artificiale. Mendoni se ka mundësi për një marrëveshje gjatë tyre bisedimeve të fokusuara në çështje që janë shumë të mpreta dhe me impakt global? Para së gjithave, edhe për mua kënaqësi kur vi dhe bashkëbisedojmë në emisionin tuaj. Aq më shumë që tema e sotme gjithnjë ka qenë tema interesante, por tema e sotme është jashtëzakonshme me vlerë, sidomos në rrethanat, siç e thatë ju, rrethanat janë të veçanta. Vërtet dy presidentët e dy fuqive të mëdha të botës vazhdimisht kanë biseduar për çështje politike, ekonomike, për sigurimin, le të themi, të paqes ndërsi, por edhe të paqes së tregtisë botërore, të investimeve, të shkëmbime ekonomike. Këtë radhë është shumë e rëndësishme sepse ka disa pika të nxehta, nga të cilët e fundit është ajo e Iranit, i cili për fat keq ka kaluar në ekstreme, të cilat mundi komentojmë në shumë përmase, por le të përmendim një përmasë që lidhet me takimin. Përpiqet ta përdorë si armë ngushtisën e Hormuzit. Gjë që është krejtësisht e padrejtë, kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Në këto kushte takimi është i jashtëzakonshëm. Është një takim i cili nga pikpamja e kontaktit nuk duhet vlerësuar në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse vazhdimisht janë kontakt liderët, sidomos dy superfuqive. Unë kam thënë më parë në emisionin tuaj dhe qëndroj ides, jam dy superfuqi tashmë. Rusinë e shikojnë më një anë. Dhe sigurisht në këto kushte do të thosha takimi ballë për ballë i paraprirë nga shkëmbimet e dendura të ideve, të informacioneve, të, po themi, marrëdhënieve në kuptimin e interesave të grupeve të eksperte, është shumë i rëndësishëm. Sepse gjithmonë takimi dy liderëve ka dhe diçka të papritur, që grupet e ekspertëve dy palë mund të mos e dinë, dhe ata e lejnë qoftë për marrëveshje direkte, jo nëpërmjet tretëve, qoftë për ndikuar dhe në opinionin publik dy liderëve, nga kjo pikpamje e konsiderohet jashtëzakonshëm. Edhe diçka para se ta mbyll me këtë pyetjen e parë. Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë dy fuqi të mëdha konkurrues, që është normale, konkurenca në ekonomi është gjithmonë vetëm e mirë, por edhe komplementare me njëra tjetrën, janë të ndërvarura, të ndërlidhura. Ka investime të ndërsjellta në dy vendet. Ka investime kineze në Amerikë, ka investime amerikane në Kinë, natyrisht sipas interesave të përbashkëta, sepse në kushtet e sotme, edhe për fuqitë e mëdha, siç janë këto dy që po diskutojmë,
nuk ka vetë mjaftueshmëri apo mbështetje tërësisht në forcat e veta, si që mësuar shqiptarët a di nga e kaluara. Gjithmonë ka diçka që ju duhet tjetër. Në këtë pikpamje është shumë e rëndësishme fakti që rrugët e tregtisë botërore, sidomos të lidhura me energjinë, bë pak delikate me atë që po ndodh në Iran, dhe unë shpresoj do të mbaroj shpejt, dhe me ndikimin e Kinës, pse jo, e bën këtë takim të jashtëzakonshëm. Unë e quaj të jashtëzakonshëm, shumë të rëndësishëm. Ju e përmendët edhe besoj që do të arrijnë, sigurisht se bëhet dhe këtë nuancë të pyetjes, besoj që do të arrihet në mirëkuptim për shumë gjëra. Në fakt, për sa i përket kësaj situate dhe për sa i përket asaj pritshmërie që është bërë në analizat e ndryshme gjeopolitike që kjo do të jetë një çështje vërtet e rëndësishme, do të thoja që kjo nuk zhvillohet për sa i përket palës kineze në një terren të zbrazët, sepse së fundmi ministri i jashtëm iranian Arakçi ishte në Pekin, u takua me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi, dhe Kina vazhdimisht ka atë qëndrimin e saj konsekuent si në të gjitha llojet e konflikteve dhe në këtë rast për shuarjen e këtyre konflikteve për uljen e tensioneve. Gjithmonë dialog, paqë, përmbajtje, vetëmbajtje. Dhe edhe juve e thatë, do me thënë që ndoshta mund të ketë në një farë mënyrë ndërmjetësim nga ana e Kinës në këtë rast me fuqinë e saj. Ndërmjetësimi është, po mos se nuk duket, ndërmjetësimi vazhdimisht është bërë nga Kina, por në kushtet aktuale të fundit fare, mendohet që një ndërmjetësim edhe më këmbgulës mund të jepë rezultate. Dhe siç e përmendëm dhe në fillim, një nga pikat e rëndësishme sigurisht që është edhe gjendja ekonomike globale. Janë liderët e dy fuqive më të mëdha ekonomike dhe sigurisht që ky takim po zhvillohet në një kohë kur ekonomia botërore përballet me një rritje të ngadalt, me zinxhir furnizimi që janë nën presion. Kështu për shembull në analizat e ekspertëve kinez kam vënë në re se ato thonë që vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë do të jetë thelbësore për të dy vendet për të menaxhuar rreziqet përballë pasigurisë në rritje në mbar botën. Tani mes rivalitetit që siç e thatë edhe ju që është më se normal midis dy ekonomive të fuqishme. Konkurrencë është fjalë me konotacion më pozitiv. Konkurenca për gjysmë përçuesit. Po, konkurenca për gjysmë përçuesit, për teknologjinë e përparuar. Sigurisht që asnjëra palë në këtë rast nuk mund t'i shpëtojë kostove të largimit ekonomik, por a krijon kjo hapësirë për negociata, mundësinë e një bashkëpunimi pragmatik, sepse edhe kompanitë amerikane... Edhe vetë takimi është prej pragmatizmit ekonomik. Shiko, po të flasim tërësisht, gjithmonë pa bërë ekspert në ekonomi, se nuk jam ekspert në ekonomi, se njoh ekonomi në kuptimin politik, ekonomi politike. Amerika është një prodhues i madh i drithrave. Kina është një prodhues dhe përpunues i mineraleve të rralla. Shikoj sa interesant është tani. Fakti që kanë interes, Kina ka një popullsi shumë të madhe dhe hapësirat toksore, pra kultivuara, apo ato që quhen, tokat e mbjellshme dhe të kultivueshme, nuk janë të mjaftueshme për një popullsi 1.4 miliard. Amerika nuk ka minerale të rralla aq shumë, saqë Kina është vend parë 3 herë më shumë se 5 herë më shumë se sa me 270 me 50. Mirë po, Amerika është mbitur në teknologji akoma, ose edhe Kina ka shumë dhe janë aty, por mineralet e rralla duhen për makinat elektrike, duhet për gjithë pajisjet elektronike, duhet për pajisje ushtarake, edhe shumë gjëra tjera. Pra të dy palët ka nevojë. Tani, si pjesë e konkurencës dhe Kina përpiqet që të bëhet sa më shumë, jo vetë mjaftueshme, po të afrohet vetë në çështjen vetë mjaftueshmërisë në çështjet e ushqimit. Dhe Amerika përpiqet ta bëjë këtë me mineralet e rralla, sepse ne kemi parë para një viti për një marrëveshje me Ukrainën, po si se ishte lufta, po marrëveshje ka lidhje me Australinë, po prap Kina shumë lart dhe përpiqet, por nuk arrin, gjithmonë do të komplementarizojnë pra të plotësojnë njëri tjetrin. Kjo është situata dhe sigurisht që për pragmatizëm, sepse në fund politikat dhe gjithë shteteve kanë thelb ekonominë. Ekonomia kanë thelb qytetarët, sepse ato sjellin pastaj stabilitetin jo vetëm ekonomik, po dhe politik të vendeve e tjerë. Po
Edhe diçka tjetër në komentet e mia, kam dëshirë domethënë në mënyrë pak idealiste ta shikoj, por s'ka ndonjë gjë se ne po bisedojmë, sa më shumë bashkëpunohet në mënyrë pragmatike në këtë mënyrë dhe në këtë rast Kinë dhe Amerikë, aq më shumë më shikoj të rriten apo të lëshojnë filiza embrionet e një marrëveshje shumë të madhe për botën. Dhe ndërkohë, ashtu siç edhe është parathënë, sigurisht do shikohen të gjitha këto në përgjatë vizitës, do të ketë presidenti Trump do të jetë i shoqëruar nga ekzekutiv të kompanive të mëdha amerikane që nga Boeing apo dhe kompanive të tjera, një çështje vërtet delikate, sensitive për vetë Kinën, vija e kuqe e politikës dhe diplomacisë kineze është Tajvani, sigurisht që është përmendur edhe në këto analizat më parshme se do tjetë në tryezën e bisedimeve midis dy presidentëve, presidentit Trump dhe presidentit Xi, por në prag të kësaj vizite janë zhvilluar bisedime midis zyrtarëve të lartë amerikan dhe kinez. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi tha homologut të tij amerikan Marco Rubio se Tajvani është faktori më i madh i rrezikut në marrëdhëniet Kinë-Shtetet e Bashkuara, dihet që Kina e konsideron Tajvanin pjesë e territorit të saj dhe ka paralajmëruar se nuk do të lejojë në asnjë mënyrë pavarësinë e ishullit. Pekini kërkon nga ana e vet kufizimin e mbështetjes amerikane për Tajvanin, respekti për parimin e një Kine dhe 3 komunikatat përbashkëta Kinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas palës kineze, diplomacisë kineze nuk janë një preferencë diplomatike e negociueshme. Sigurisht kjo çështje do jetë tryezë sepse vazhdimisht është shoqëruar me debate nga dy palët, nga analistët e tjerë. Gjithë debati bëhet, unë shpresoj që në tryezë mos diskutohet, që debati bëhet se mendohet që meqense bota po pëson tronditje gjeopolitike, Kina një ditë mund shkojë të pushtojë Tajvanin, për mua është e përjashtueshme tërësisht kjo gjë, me aq sa e njohim politikën kineze, që edhe ju e përmend pak përpara gjithmonë përmbajtje, dialog dhe përmbajtje nuk ka arsye. Pastaj Kina pavarësisht se mund të ketë njerëz që kritikojnë nga kjo pikpamje, nga pikpamje, mos harrojmë diçka. Kina ka përfshirë në territorin e saj Hong Kongun. Shembull, e ka pranuar dhe me diversitetin politik që ka. Duket sikur Kina me shumë mençuri, siç ka qenë gjithmonë gjatë mijëra vjetëve, po parashikon një periudhë kur zërat ndryshe nga partia kryesore mund të rriten dhe ajo ka krijuar mundësi të tilla. E njëjta gjë duhet menduar edhe për Tajvan. Dhe unë prandaj mendoj që Kina kur nuk e mendon se mundet të angazhohet ushtarakisht ta pushtoj Tajvanin. Ky është qëndrimi. Çfarë do diskutojnë? Ndoshta do diskutojnë edhe pse jo, edhe për të ulur tonet që dhe të ekspertëve, sepse presidenti Trump vetë apo figurat të rëndësishme nuk kanë folur kaq kështu, le të themi në mënyrë kritike për këtë çështje. Pse? Sepse ndërkohë midis Tajvanit dhe Kinës ka shkëmbime shumë të dendur. Edhe të figura politike, edhe të figura ekonomike dhe të bizneset. Ekonomike dhe bizneseve. Ndoshta kjo do të jetë secili të respektojë qëndrimet e njëri tjetrit dhe ajo do të jetë në tryezë, jo për tu bërë mollë sherrri, por do të jetë në tryezë për tu pranuar ashtu siç është me modifikimet e veçanta të cilat respektojnë një lloj, le të themi, marrëdhënie politike që kanë ky ishull dhe Kina kontinentale. Kështu e gjykoj. Por nuk do të ketë problem. Problemi kryesor do të jenë ato që thamë më parë dhe lufta në lidhjen e mesme. Po patjetër këto do të jenë çështjet fokale. Megjithatë, edhe për ta përmbyllur, sigurisht kjo është një bisedë dhe një analizë që e bëjmë në prag të vizitës. Vizita vetë do të prodhojë lajmet dhe do të ketë analiza të shumta sepse është një vizitë e shumë pritur. Po të kishte ndonjë gjë të papritur, ai do ishte vetëm e mirë. Shikojmë. Unë besoj që paka shumë këto gjëra janë. Juve besoni për këtë se në fakt në një intervistë të kaluar, ndoshta edhe në 2 intervista ju keni thënë që jeni një natyrë optimiste, edhe në çështjet jo vetëm sigurisht njerëzore, personale. Jam shumë optimist, më thuash i smur. Jo, jeni optimist, por
Duket që para kësaj vizite me mënyrat se si është shprehur dhe deklaratat edhe presidenti Donald Trump duket optimist. Ai ka bërë është në natyrën e tij, domethënë që bën disa deklarata eksklamative. Ai e konsideron presidentin si një mik shumë të mirë dhe thotë mezi presta për qafoj. E ka thënë dhe radhën parë. E ka thënë gjithmonë këtë gjë dhe po fokusohem tek presidenti Trump. Mendoni që kjo vizitë do t'i jap atij edhe disa pikë në leadershipin e tij? Pa diskutim. S'pari kjo vizitë, edhe në kushtet vështira që bëhet, sigurisht ka mbështetjen e cila s'duket të administratës tij, pa diskutim. Po ti drejtohemi një historie edhe më të hershme, mos harrojmë se Kisingeri, një figurë shumë e rëndësishme dhe shumë respektuar nga administrata Trump dhe djathta përgjithsisht, ka qenë nga prekursorët e një marrëdhënie të ngushtë dhe afatgjatë të zgjuar me Kinën. Administrata sigurisht ka paraprirë këtë gjë dhe sigurisht nuk është diçka e jashtëzakonshme, kanë mirëpritur dhe do të jetë një plus, një shtesë, një shtytje më tej. Pra, e kam vështirë them që do t'i shtoj pikë, se pikët tashmë janë aty, po natyrisht do të mirëpritet. Po ajo që ka më shumë rëndësi për mua është që kjo do të ketë një hënë të mirë edhe në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, shteteve të tjera. Kjo është shumë e mirë. Kështu e shikoj këtë vizitë, sigurisht ajo është vlerësim për dy vendet, po pse jo edhe për kinezët, sigurisht pavarësisht ndonjëherë kritikave që kanë për njëri tjetrin, pranojnë të ulen dhe diskutojnë të merren vesh, gjithmonë brenda asaj gjë një konkurrencë që shkon në plotësim të njëri tjetrit dhe gjithë ekonomisë botërore. Dhe të gjithë presin që t'jenë rezultate sa më pozitive, sepse dihet që nga ky takim do të prodhohen edhe qëndrime shumë të rëndësishme për sa i përket situatës gjeopolitike, ekonomisë dhe për një botë më të qetë. Besimi më i madh që kam unë, që e përmenda pak në fillim, është se Kina do të shtojë trysninë e saj pozitive me Iranin që t'i jepet fund të arrihet një marrëveshje. Zoti Sarova, unë ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndat në studion e analizë. Faleminderit. Kënaqësi për mua. Të dashur miq, në analizë sot u fokusuam në vizitën e presidentit amerikan Donald Trump nga 13 deri më 15 maj në Kinë, rëndësinë politike, por jo vetëm të kësaj vizite, i ftuar ish ministri i jashtëm i Shqipërisë, një herësh kryetar i Këshillit të Atlantikut, zoti Arjan Starova. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.